Por përse kjo protest do të zhvillohet në Bujanot? Cili është mesazhi që studentët dhe kjo lëvizje përpiqet të përçojë në të gjithë Republikën e Serbisë, ndërkohë që prej një viti e gjysmë tashmë protestat zhvillohen thuajse në të gjitha qytetet, por shumë pak ose as pak ka patur në luginën e Preshevës dhe trojet etnike shqiptare? Në fakt edhe kushtet të cilat jam tani janë pikërisht për faktin se jam duke shkuar në Preshevë keq për protestën e nesërme, ku do t'ja pjesëmarrës personalisht. Unë mendoj që studentët e mirë menduar idenë që një protestë e tillë ku vinë nga Beogradi dhe nga shumë qytete tjera, mbase nga komuna e Vranjës deri në Bujanoc në këmbë, është bërë në kuptimin që duan që lëvizja atyre politike të shihet më shumë si lëvizje qytetare, sepse ka pas zëra se në mesin e tyre janë përfshirë dhe rryma të ndryshme nacionaliste serbe. Kam përshtypjen që arsyeja kryesore është që të përfshirë edhe qytetarët komunitetet tjera, në këtë rast shqiptarët, sepse dihet se komuniteti bosnjak nga në lloj pazari, se pazari i ri është i përfshirë në protesta. Kam përshtypjen që bindja atyre është që të duken edhe të ndërkombëtarët, po edhe të faktorit politik shqiptar ose edhe të tjerë të duken si lëvizje qytetare, le të themi, më shumë se sa këto lëvizjet politike ose partitë le të themi tradicionale në Serbi. Por gjithçka mbetet shihet nesër nëse do të ketë, që besoj se do të ketë, pavarësisht se sa do të jetë numri, megjithatë mendoj se do të ketë edhe pjesëmarrës shqiptar në këto protesta. Njëkohësisht e rëndësishme është të shohim nëse protestuesit që nuk janë studentë, le të themi që janë qytetarë të zakonshëm, edhe të Bujanosit, po edhe të komunave tjera, do të pranojnë thirrjen që rrjedhimisht mos ketë thirrje nacionaliste po mbase edhe të mos jenë ato flamuj ku Kosova shihet si pjesë e Serbisë. Edhe një element të fundit që ndoja të ndanim bashkë, Valon. Në këtë emision, 3 javë më parë, Dušan Janjić ka deklaruar për ekzistencën e një plani të fshehtë amerikan për njohjen Kosovë-Serbi. Vetëm dje, një ish diplomati i njohur, Nebojša Vujović, i cili ka qenë ambasadori i Serbisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ka kontribuar në hartimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, deklaroi: Gjurić, pra Marko Gjurić, ministri i jashtëm i Serbisë, u ftua në Washington me qëllim që Marco Rubio, në emër të administratës amerikane dhe të presidentit Trump, t'i prezantonte atij marrëveshjen e fshehtë detyruese për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Ndërsa vetëm sot, pak orë më përpara, doli dhe deklarata e presidentit Vučić, ai i cili thotë: nuk më shkon kurrë ndërmend të pranoj njohje të Kosovës. Jo me Marco Rubion, por vetëm me Shën Pietrin mund të diskutoj për Kosovën. Kosova është Serbi, ishte dhe do të jetë fundi i historisë. Që ekziston, pra që ka debate në qarqet mediatike dhe politike në Serbi për ekzistencën e një plani të fshehtë. Këtë doja të pyesja. Ky plan i fshehtë amerikan, si është trajtuar nga qarqet mediatike, por edhe politike në Republikën e Serbisë? Në fakt, unë më shumë e shoh këtë mediatikisht në Serbi, kjo bëhet si trusni nga mediat të cilat i kontrollon vetë regjimi i presidentit Vučić. Në një farë mënyre vetë ato media flasin për planet të tilla ose për kërkesat që po vinë nga Washingtoni, qoftë edhe nga Rubio, se kush e di kush mund të jetë ai që do kërkojë njohjen e Kosovës Serbisë. Dhe në anën tjetër pastaj del vetë presidenti Vučić, siç edhe doli dhe thotë se ne nuk do ta njohim asnjëherë Kosovën. Gjithë këtë shoh më shumë në kuadër të asoj retorikës që gjithmonë e përdor presidenti Vučić, sepse mbase edhe sipas gjithë asaj që di edhe personalisht, por edhe që ka qenë në fakt që ka ngjarë gjatë gjithë këtyre viteve, nuk është se çon nga partnerët e Bashkimit Evropian, por realisht qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është se në tryezat e dialogut i është kërkuar Serbisë njohja e drejt për drejt e Kosovës, përtej deklaratave që për mendimin tim janë retorike dhe diplomatike. Megjithatë, unë mendoj që pas një marrëveshje, nëse do të arrihet paqe midis Ukrainës dhe Rusisë, por edhe pjesëmarrjes Kosovës dhe Shqipërisë në bordin e paqes për zgjidhjen e konflikteve në linjën e mesme, veçanërisht në Palestinë, mendoj që pastaj Washingtoni do t'i thejë syt nga Ballkani dhe mund ta përshpejtojë një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë, por që për mua jo domosdoshmërisht do të nënkuptonte njohjen reciproke të dy shteteve,
por që do të nënkuptohet në njohjen e kufive që të dy shteteve pa njohur domosdoshmërisht njëra tjetrën edhe si Republikë. Kjo mbase për faktin që Serbia si pretendent për të hyrë në Bashkimin Evropian, para se të antarësohet, duhet t'i di kufit e saj. Një gjë tillë mund do që Serbia në një farë mënyrë ta pranoj se kufidi i tyre është deri në kufirin e Kosovës, ata mund ta quajnë linjë administrative siç e quajnë edhe tani, derisa Kosova në anën tjetër mund ta quajë kufi dhe rrjedhimisht mendoj se një zgjedhje e tillë pa njohje, por me njohjen e kufive brenda njëri tjetrit mund ndodh. Derisa njohjen drejt për drejt të pavarësisë ose të Republikës së Kosovës, unë nuk besoj se Serbia mund ta bëjë për dekadat e, le të themi 2-3 dekade të ardhshme. I dashur Valon, jam shumë mirënjohës edhe për këto pak minuta. Ishte shumë i vyer kontributi yt në këtë emision. Falenderoj. Faleminderit.